Mateo dhe Brikena, dy ish banorët e Big Brother VIP 5, duket se po e jetojnë lidhjen e tyre më bukur se kur. Por pas gjithë dinamikave dhe momenteve të tyre brenda shtëpisë, çfarë ka ndryshuar mes tyre? Shikime, sy më sy, afërsi dhe momente që flasin më shumë se fjalët. Kjo është ajo që po vërejnë së fundmi ndjekësit e Mateo dhe Brikena. Por a është thjesht një fazë kalimtare, apo lidhja e tyre është bërë edhe më e fortë pas daljes nga Big Brother? Duket se përgjigja është më e qartë nga sa mendohej. Dyshja jo vetëm që vazhdon të jetë bashk, por duket se po shijon edhe më shumë kohën larg kamerave. Kohët e fundit, Mateo dhe Brikena kanë kaluar edhe pushimet verore së bashku, duke ndarë momente që tregojnë një afërsi të dukshme. Dhe këtu lind pyetja tjetër: çfarë po ndodh realisht mes tyre? Sepse mënyra si shikohen, si qëndrojnë pranë njëri tjetrit dhe si shfaqen publikisht, lën të kuptohet se mes tyre ka ende shumë ndjenja. Por historia bëhet edhe më interesante, sepse ndjekësit duket se po vënë re një ndryshim. Pas gjithë ulje-ngritjeve që përjetuan, sot ata duken më të qetë dhe më të lumtur. Pra, a është kjo prova se marrëdhënia e tyre ka kaluar fazën më të vështirë? Ndoshta po. Sepse ajo që po shohim tani është një çift që duket më i bashkuar se më parë, larg dramave dhe dinamikave të shtëpisë. Dhe nëse këto momente janë një tregues, duket se Mateo dhe Brikena nuk janë thjesht duke vazhduar lidhjen. Ata mund ta kenë kthyer atë në diçka edhe më të fortë.